E para që duhet të respektojmë gjatë periudhës së para dhe menopauzës, patjetër që është stili jetesës. Më thuaj 2-3 këshilla për gratë. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Atëre, ajo që ka shumë rëndësi, unë kam vërë në praktikën e përditshme, që përgjithsisht gratë ka një mbi peshë, ka një yndyrë viscerale, që nuk largohet me çdo lloj diete. Kemi bërë dhe analizat e hormoneve, kanë një disbalancë hormonale, përgjithsisht kanë ato që janë menopauzë, postmenopauzë, janë me ullje të hormoneve të estrogenit, ai e pamundësinë e gjumit, ushqimit. Ato që përmenda. Dhe dieta kryesore, stil jetës, eliminimi duhanit, eliminimi alkoolit. Një gjë kryesore të them, gjumin, ju lutem gjumin, 10-6. Të eliminoni elektronikën, laptopet, ekranet, ushqimi do t'jetë 2 orë përpara se të flesh, dhe ushqimi dhe dieta është kryesorja. Të eliminojnë të gjitha ushqimet e shpejta, ushqimet e paketuara, ushqimet e përpunuara, dhe të merren ushqime të mira, të shëndetshme. Kush është? Është veza e para, 2 vezë në mëngjes. Është fare lirit, është fare kies, një farë kie, në një gotë ujë, në darkë, një lugë gjelle, do ta lërë gotën 2 gisht bosh, ti hedhi 2 lugë kos, pak boronica, ta pi esëll, dhe një mollë. Ky është mëngjesi të mban deri në orën 4 të blinduar s'ke pikoreksi. Ka fibra. Në orën 4, të ketë, unë kam dhe një për vitaminën D, është sardelja. Sardeljen mund ta marrish në dyqan, mund ta marrish te Konadi, mund ta marrish te Spari, sardelët janë shumë bira. Bile mund të hash kanaçe, bile pa hedhur në pjatë fare, të hapish kanaçe, 2-3 vakte me sardele. Mëlçia e zezë është ideale, një herë në 10 ditë. Një mëlçit hollë të prerë mirë në zgarë me një gotë verë mund të pish. Që në shtovë oreksin tani doktor? Fasulet, tjerzat, bishtajat, qiqrat, ideale. Të përdoren salata, jeshile, lakra e bardhë, një supë, një tenxhere, një qep e vogël, aty po vaj ullirit gjithmonë me gradacion të ullët, do hedhesh një spec jeshil, një spec të kuj, 2 selino, 2 karota, një patate o bësupa. 2 ditë. Lë kockash, merë kockat. Kockat kanë kolagen. Është i gjë shumë e madhe. Dhe shiko, të gjithë njerëzit duhet të rregullojnë kolagenin. Kolageni është proteina e lëkurës, e fytyrës, e muskujve. Dhe e dyta, duhet të kenë parasysh një gjë. Dieta, çdo njeri që ecën në këtë komb ku jemi ne, duhet hajë 2 vezë mëngjes. 2 vezë të zjera, ose 2 vezë të skuqe. Po jo, të skuqura kur vaj të bëjt pop, e të edhish vezë. Veza ka 8 gram protein, dhe ajo digjet. Do të alesh sa të zbardhet, tak e shumë. Të frenohet buke bardh, mandej kam dhe i dëshirë tjetër, mos e prisni bukën, merrni ashtu si që. Në gjithë planetin buka nuk pritet. Pse? Buka është gjë e jashtëzakonshme, është e gjallë. E kuptoj, po ka një rrezik tjetër metalik që e pret e infekton dhe mikrobe. Buka në Francë, ku do i të vesh të japin me një paket letre, si të japin dhe këtu ke ne, buke bardh nuk ka asnjë vlerë. Buke bardh nuk ka fibër, buke bardh nuk ka asnjë vlerë hormonale, dhe e dyta jep kapslik. Kështu që buka integrale shumë e mirë, po tek të gjithë personat që kanë një pesh, duhet të cikë që të ullet buka, se buka ka sheqer. Shiko, në përgjithësi, çdo ushqim që futim në gojë ne, ka sheqer. Edhe sallata jeshile. Po 5 sekonda mbas ngrënies në gojë, pankrasi na prodhon insulinën. Dhe kjo insulin ka një detyrë, është hormoni esencial, i jashtëzakonshëm, pa atë nuk mund të jetohet. Dhe insulina shkon, dhe do të them dhe një shembull me insulinë e lartë që i ka dalë një vajzë të re, dhe insulina shkon dhe ka një detyrë që ta marri sheqerin, ta fusi në qelizë, dhe qeliza të krijojë energjinë, ATP-n, adenozinë trifosforik. Dhe kur kjo qelizë mbyll derën dhe ajo troket, ajo kalon direkt në gjak. Nuk e hap. Atëherë kjo insulinë rritet dhe fillon çrregullimi. Zhgënjimi është këtu tani, sepse në çdo check-up që bëjmë ne bëjmë vetëm glicemi, hemoglobin glukozuar. Këto të dyja mund të dalin normal, kur ti insulinën e ke shumë të lartë. Dhe kjo insulin ka 2 medalje. E para është që disa qeliza të trurit, të mushkërisë, të mëlçisë kanë mbyllur derën dhe rritet insulina. Duke rritur insulina, rritet glukoza, sepse është në gjak, nuk e marrin qelizat. Dhe çfarë ndodhi gjë? Ndodhi gjë interesante dhe shumë e madhe,
qeliza, insulina vepron të gjenda dhjamore. Dhe gjenda dhjamore rrisin madhësin e tyre, nuk shtojnë si qeliza. Dhe kryohet aji dhjami. Sa më shumë dhjam të kesh, aq më shumë insulinke. Dhe unë kam kryuar një ide në pamje. Një grua që është 10 kg në pesh, mbi pesh, ka insulinemi të lartë, pa tjetër. Mua më ka një rast tani, një qift që do të lindte, që kishte 2 vjetë që s'gjellish dot, aji burri ishte 120 kg, dhe ajo ishte 90 kg. Që të dy dolën me rezistencë insulinës. Po vajza që kishte që më treguat? Ky rast i fundit ishte i çuditshëm, pak ishte i veçantë, sepse e kërkonte gjyshi vizitën në një telefon. Që gjyshi ju kishte dëgjuar në ekran, apo jo? Më ka dëgjuar mua në një ekran, edhe i kishte thënë familjarëve të çonin besën. Mandej unë kam folë në telefon me atë gjyshin e saj nga kryja. Dhe kur pash besën, po fola, dhe pash besën, besa ishte 14 vjeqe dhe kishte një mbi pesh, kishte një indë dhjamor gati mbushur gjithë trupi. 14 vjeqe sa kilogram? 14 vjeqe, po. Dhe cikli ishte shumë i rrallë. Dhe ne i bëm një egzaminim që quhet HOMA-IR, do më thënë indeksin e insulinit. Dhe po ju them sinqerisht, në këtë vajzë 14 vjeç, nga 24 insulina i doli 34. I doli dhe... Trajtoheshe me diçka vajza? Absolutisht, po. Vajzën e kishte trajtuar me kontraceptiv. 14 vjeç me kontraceptiv? Do me thënë, për një kohë të shkurtë i kishte përdorur, po me qëllimin që të vinte cikli. Kështu që është një ide, nuk duhet kapemi kur nga shenjat, nga simptomat, po mundësisht të gjejmë rënjën. Për shembull, po ju themi gjë. Në qoftë se smur nga tiroidja, ke një problem me tiroidin, dhe doktori t'jep tiroksin. Tani, 40 vjet me tiroksin dorish? Ashtu ndodh. Ose, ata që marrin ilaçin e vazhdojnë për një kohë të gjatë. Jemi diabet tip 2. Dhe ti diabetin e ke nga bipesha, e ke nga ushqimi që s'ke ngrënë mirë, e ke nga alkooli, nga duhani, nga këto. Dhe tani, ai do të t'japi ty mjekim per oral, metformin ose një mjekim tjetër, çfarë mund tjetë, por ka rëndësi që ti dhe me metforminën, në qoftë se ti vazhdon të ushqesh në mënyrë jo të rregullt dhe të mbash konditat e dietë dhe stilit të rregullt, ti do shkosh ke insulina. Ama ka një gjë, që ti nëse futesh në një dietë të shëndetshme, ku ti absolutisht të mos marrësh asnjë ëmbëlsirë të përpunuar, asnjë ëmbëlsirë edhe të gatuar në shtëpi, mjafton 0 sheqer, po. Madje dhe të kufizosh sheqernat që janë ke frutat, ti mund të jetosh për mrekulli. Dhe dieta është kryesore, dhe pa mjekim. Dhe unë po ju them, të gjithë ata që vujnë nga tensioni, gjakut, të gjithë ata që kanë hiperbipesh, që kanë hipertrigliceridemi, kanë hiperlipidemi të lartë, ata duhet të mbajnë një dietë të mirë dhe ata janë në gjendje që të shërohen. Edhe ata vetëm të zvendçojnë kripën me limon, ata që janë nga diabeti, të ulin peshën. Zoti e ka bërë njeriu që të jetë 5 kg në gjatësi. Në qoftë se 1,75, duhet të jesh 70 kg. Në qoftë se 1,60, do të jesh 55 kg. Kjo është pesha ideale për këtë, do meshkuj dhe femra, apo për meshkuj dhe femra, njësë është. Dhe po ju them, bipesha është smundje, nënpesha është smundje. Dhe si e thamë në fillim të intervistës, ne jemi në një gjendje të themi që çdo bipesh, çdo ulje peshe, çdo ndërlikim, çdo problem shëndetësor, çdo sëmundje gjatë, sëmundjet kronike, sot planeti dhe ne po vuajmë nga sëmundjet kronike. Ne po vuajmë nga sindromi metabolik, po vuajmë nga hipertensioni, po vuajmë nga diabeti, po vuajmë nga hipertrigliceridemia, po vuajmë nga Parkinsoni, po vuajmë nga Alzheimeri, dhe ne po humbasim aftësinë. Ne nuk kemi vitamin D, ne nuk parim omegën 3, ne po kemi pa aftësi personale, ne nuk ngrihemi dot nga karrikja. Do me thënë, njerëzit kërkojnë asistencë. E gjitha vjen nga stili jetesës, nga jeta sedentare, sepse thamë që ushqimi është ilaç. Kështu që ushtrimet fizike, 30 minuta në ditë ecje, ushqimi esencial është veza e para, është peshku i dyti, mishi i treti, mëlçia, parca e kockave, thjerëzat, qiqerat, bishtajat. A ka mundësi të vesh atje të peribe zarzavat, me gjithë janë shumica me pesticide. Po, ata që janë të mboshuar
të marrin ato jeshilet, klorofilet, ato që janë qimë të reja të marrin të kuqet, të verdhat edhe jeshilet. Po ama, një speci kuq, një karot, një selino, një brokoli, është i shkëlqyer. Dhe ne duhet të jemi, të ushqemi, të largohemi nga yndyrat e përpunuara, nga problemet toksike, sepse jemi në një moment shumë të vështirë.